lajm është një lajm më i keq se këqit. Çka do thotë që Velia, vendimi i gjykatës pushtetuese, pra përfundimisht ka dënuar Erion Velin. Nuk ka asnjë lloj mundësie tjetër që të shpëtoj nga dënimi i tij. Pra, duhet kuptojmë një gjë, një qeveri që ka mbi 12 vite në pushtet, të gjithë këta gjyqtarë, pra janë gjyqtarë të pjellë e kësaj qeverisë. Çka do thotë që a janë pra e mundur që të bëjnë çfarë don kryeministri Rama me ta apo jo? Unë them që po, sepse janë gjyqtarë e zgjedhur prej tij. A kishte ndorë Edi Rama për ta vendos pra zgjedhje të Tiranë? E kishte. Pra mekanizmi kryesor ishte që t'i japin atë lugë çorp Veliaj dhe të maj pushtetin përsëri Edi Rama. Si duhet ta maj? Ky e ka më të lehtë të caktoj një person tjetër i cili do të menaxhoj Bashkinë e Tiranës, por është nën komandën e Ramës, apo të bëjnë zgjedhje që të ketë edhe herë një diskutim tjetër, nëse edhe ai që do zgjidhet do të i kthej shpinën Ramës apo jo. Pra jemi në këtë pikë dhe ata nuk e kuptoj dhe unë i uroj që të rrinë ashtu në ato ujërat e veta, qoftë Erion Velia për veprimet e tij, qoftë kushdo tjetër që nuk e kupton tamam siç duhet vendimin e gjykatës kushtetuese. Avokat, po për ta kuptuar më thjesht për publikun, si e dënon përfundimisht Velia kjo? Keni fjalën që nëse do ishte i shkarkuar përfundimisht, ndoshta masa e sigurisë së tij edhe hetimi mund të ishte në një masë më të lehtë, duke qenë se nuk ishte mundësi, siç është një nga argumentat e gjykatës pra të së posaçme që po doli të prish provat, pra vetëm të hetimi gjendje të lirë apo si? Gjithmonë bëhet fjalë për luftën brenda sojit, brenda Partisë Socialiste. Në çdo veprim që ai do pretendonte, pra Veliaj për të marrë forcërisht Bashkinë e Tiranës, janë minus për te. Pra, tani nuk i ngelet gjatë tjetër Edi Ramës vetën që ta dënoj minimumi 10 vite Erion Velin. Ma pastër nuk ka se si me kuptu çdo lloj qytetari tjetër. Pra ai e ka ndorë gjithë o zotëri. Dhe ai mendon tani Erion Velia se nëpërmjet këtij vendimi i thotë Edi Ramës jam më i zoti, jam më i fortë, jam më i fuqishëm, jo, kur. Pra prap bashkinë do ta drejtoj Rama Rama do ta drejtojnë bashkinë tani. Pra me njerëzit e tij se i ka më të mundur drejtimin me njerëzit që cakton vetë kryeministri, se sa me një që do zërizjedhet në krye të Bashkisë Tiranës. Pra kupton filozofinë e tij. Kjo është manovër e Ramës për të bërë këtë veprim. Le të thonë çfarë don ata, që gjykata kushtetuese dha në bazë ligjit. Jo. Po ta them edhe unë që tani në bazë ligjit nuk ka dhënë asgjë, ka dhënë bazë kërkesës së Ramës dhe jo në bazë ligjit. Po në bazë ligjit do ishte i shkarkuar në gjykimin tuaj, pra nëse do ishte tamam do funksiononte ligji. Do ishte tani që të flasim realitetit, edhe logjika më njerëzore, a mund të mahet peng Bashkia e Tiranës? A mund të mahen peng këto pizllëqe që janë në rrugët e Tiranës? Si rezultat i një kryetarit bashkisë që është nën akuzë. Mund t'jesh nën akuzë, po t'jesh jashtë, pra të shkosh për ditë tek puna. Po kryetari i bashkisë së Tropojës që mori Veliaj si shembull, që qëndroi arreth shtëpie gati 11 muaj, qëndron si argument? Po arreth shtëpie pa tjetër. Cili prej punojësve të institucionit, drejtorat, cili prej tyre duhet shkojnë në burg me leju që të shkojnë të firmosin një shkresë apo të konsultohet për një veprim i cili është për marrëvajtjen e bashkisë ose për punimet e Tiranës. Pra, a mund të bëhet? Se po t'ishte ashtu atë, më mirë shkojnë gjithë në burg e të bëhen veprimet në burg për ne që jemi jashtë. Po nuk kemi vendim të formës prerë, do thonin ata para tjetër. Po s'ka rëndësi, më nuk e vendim formës prerë, po ti e ke akuzën në shpinë. Dhe në qoftë se ky dënim, ky nuk është dënim ligjor, ky është dënim politik që ja bën Erion Velis.
por ama, i e para ti dënimin, i e në ato kushte që ti nuk